Edhe këtu jemi sot bashk, para disa ditësh ishim këtu për të ngritur zërin tuaj të drejtë. Dhe si duket, zëri juaj nuk u dëgjua. Prandaj sot prap jemi bashk këtu me guximin ton e me dinjitetin ton. Jam i nderuar që jam me juve sot këtu dhe i gëzuar për vendosmërinë e juve që keni ta thoni atë që duhet thënë. E bëj thirrje përndhënësve, institucioneve, qeverisë së Republikës së Kosovës, zotit kryeministër në detyrë, që ta dëgjoj këtë, që po thuhet këtu, se në demokraci thuhet shpesh, le të flitet. Shpesh thuhet le të flitet. Por demokracia vërtet është kur dëgjohet zëri punëtorit, kur dëgjohet brenga e tij dhe kur respektohet kërkesa e tij për të drejtën. Sot nuk kërkojmë as luks, as privilegje. Sot kërkojmë atë që është e drejtë. Kërkojmë pagën për punën që ne e bëjmë. Kur punëtori del në rrugë, ai nuk del nga dëshira, por nga dhëmbja e padrejtësia. Kur punëtorët e RTK-s, gazetar, redaktor, teknik, punëtor të informacionit, dalin për të protestuar, kjo nuk është turpi tyre. Kjo është turpi atyre që duhet të dëgjonin, por zgjodhen të heshtin. Është e papranueshme, e pafalshme të nxirret punëtori në rrugë. Si punëdhënësi e ka të sikletshme, pse punëdhënësi e ka të sikletshme dialogun social që ne non-stop po e kërkojmë. Punëtori nuk është armik i shtetit, punëtori është shtylla mbi të cilën qëndron vetë shteti. Pa punëtor nuk ka ekonomi, pa punëtor nuk ka drejtësi, pa punëtorin nuk ka RTK. Ne si BSPK jemi me ju, jemi me çdo punëtor që ngritet me dinjitet, që kërkon me drejtësi atë që i takon, që kërkon djersën e vet, e pagën e vet, e respektin e vet. Sot këtu, para gjithë opinionit publik, po e themi qartë. BSPK qëndron me punëtorin, me protestën e drejtë, qëndron me të vërtetën e tij. Punëtor të respektuar, sindikalist të dashur, ju që jeni këtu, ju jeni zëri i shoqërisë. Edhe sot është dita që shoqëria të dëgjojë zërin e juaj. I bëjmë thirrje institucioneve, i përmenem edhe një herë, mos heshni. Mos e shmangni dialogun. Dialogu social nuk është dobësi, dialogu social është urtësi. Një punëdhënës që nuk flet me punëtorin, herët avën do ta dëgjoj zërin e tij. Ku? Këtu në rrugë. Në emër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ju them me bindjen e plotë, ne jemi me ju, ne jemi me protestuesit që mbrojnë dinjitetin, ne jemi me punëtorin që kërkon drejtësi, se kur ngritet punëtori, ngritet ndërgjegjja e këtij vendi. Faleminderit shumë.